Një ofenziv masive me 60.000 trupa serbe u mobilizua në zonën e Drenicës. Por, këtu, veç brigadave të tjera, nga fronti I luftës, nuk u larguan djemt më të stërvitur të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në këtë betejë, do të jepte jetën për atë dhe dëshmori pari kësaj brigade, Afrim Kiqina. Vëllai I këtij të fundit, Florimi, pjesë të njëjtës brigad, po luftonte po ashtu në betejën e 25 shtatorit, vetëm disa qindra metra larg Afrimit. Rënja e këtij të fundit në fushën e betejës ishte një goditje e rëndë për të gjithë. Lajmin se I vllai tashmë ishte dëshmor I Kosovës, Florimi do ta kuptonte tek më vonë. O ko ditë e premte, une im ka me 6 shok tjerë, im ko këtë pikën në kodrat e nalë koshira e kodrat atje, im ko qatë me 25 shtatore, ku pas një kundër aeror. O ko armë me ranë, 12.7 km. Shok tjerë im ka grupa tjetër o ko poshtë, prit mes Likovës dhe Obrisë. A ditë o ko unë ka pas 15 lume liftime të këtira në mramje. Mramje, në ka ordojme se u thyje Bajinca, Terseniku, gjitha pikat edhe mu zhvendos me kaluë prapavi. Qatë ko pas 2 dite e ko morë vesh që më ka vëvlasë, më ka tërguë. Por kjo nuk e theu as pak Florimin, përkundrazi. Realisht nuk ju më thy, moralisht I veç ju më forcue. Edhe bili bashkë shukve kë më kanë thonë, më kanë tërgu, më këtë thonë, a një qka tash. Ma mirë që vravish një vla jam, së bazë roton, edhe luft është kje. Bili e këmë cekë, më thonë si njerëzit bojnë darsma për qep, edhe ka shkojnë rrugës bojnë aksidente e mytë njerëzit. E në luft, qatë moment që e këna ka parë me këna ditë se dikush ka më vrahe. S'ka shansë me bo një luft e masura dikush.